Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Laudatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës me fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu dhe jemi ende në kapitullin e Najm. Kem përmendur se kjo sura trajton temat bazike, temat boshtë, që rreth këto tema pastaj sillen gjitha temat e tjera të Kuranit. Trajtimi i këtyre tema ka në kohë shumë të rëndësishme dhe veçantë për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Andaj është me të vërtetë më rëndësishme me kuptu cilat tema Allah po i trajton në këto situata dhe si po trajtojnë këto tema. Allahu xhallahu ala ka filluar trajtimin e këtyre temave në surën Najm duke filluar me çështjen e shpalljes, nga se prej këtu fillon gjithçka. Referenca ku ti bazohesh, referenca ku ti kthehesh për mi kuptu sanat, për mi definu gjërat e kështu me radhë. Nga se njëri në kësaj bote ballafaqohet me koncepte të ndryshme, kuptime të lloj-llojshme. Kush ka me ja definu konceptin e jetës, kush ka me i tregu kush është ai, cili është autoriteti pa kontestueshëm, i cili, domethënë, njeriu i tregon pse ka në këtë dunjë, i tregon çish mund të raporte me njëri tjetrin. Prandaj kur referenca është e sigurt, kur referenca është e saktë dhe e vërtetë, gjithçka pasaj që ka ndërtuar me të është e saktë, e vërtetë dhe e qëndrueshme. Andaj Allahu xhallahu që nga fillimi na flet se kjo referencë realisht nuk është thjesht veç ashtu e dërguar, nuk është thjesht një kombinim informatash dhe lajmesh, por përmend Allahu xhallahu ala se ardhja e shpalljes është përcjell me procese madhështore, me çështje që dëshmojnë kujdesin e Allahut për njeriu. Dhe në anën tjetër ka përmendur Allahu xhallahu ala edhe alternativën, po them kushtimisht, të atyre që nuk e pranuan këtë referencë. Cila ishte alternativa? Cila ishte zgjidhja tjetër përveç shpalljes, përveç adhurimit? Afara'aytumul Lata wal Uzza. A keni pa Latin dhe Uzan? Këto emra idhujsh që nuk është më rëndësi emri, më rëndësi është koncepti, që dikush mendon se mund të gjenë alternativë tjetër që përmesoj anashkallon shpalljen. Andaj Allah thot, a keni pa këta, çka kanë gjeta të Lati dhe të Uzaja, të idhët tjerë, çfarë kanë gjetur? Dhe pastaj Allah ka përmendur se ata me këtë shpresojnë të arrijnë në dunja përmbushje e në ahiret shpërblim. Por Allah këtë ka mohuar se e tërë çështja është në dorën e Allahut, andaj nuk ka mundësi me ndiku në procesin e gjyqit, ditë e gjykimit, që kena mi unë nështu të gjithë ne, asë kur s'ka mundësi me ndiku pa lejen e Allah xhallahu ala. Madje as melekët e afërt, madje as ata që janë në shërbim të vazhdueshëm tek Allahu te barekuhu teala, nga se edhe ata i nënshtrohen urdhnit të Allahu xhallahu ala dhe marrin leje prej tij. Kur Allah këtë pamje të njerëzimit e prezanton me këto dy prezantime të shpalljes dhe të përpjekjes me gjithë alternativë, tash në vijim Allahu xhallahu përmend edhe burimin e problemit. Ku buron i tërë problemi dhe me çka njerëz janë munduar që të zavendësojnë udhëzimin e Allahut te barekuhu teala. Allahu xhallahu thot në vijim, sikurse kemi përfunduar atje në fund, pak kemi hap këtë ajet, po do ta vazhdojmë sonte dhe fillimi tjetë nga ky ajet. Allahu xhallahu thot, innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Allahu thot, ata që nuk besojnë ahiretin, ata i cilësojnë dhe i klasifikojnë me lajket si femra, u japin gjeni femrore.
wa ma lahum bihi min ilm. Këtë nuk e bëjnë në bazë të dijes. Domethënë, këtu i kemi tash dy çështje madhore të ndërlozur. E përmana fillim se shpallja ka ardhë që njeriu me i mësu përmbajtjen e emrave, kuptimin e nocioneve të rëndësishme. Çka është jeta, kush është njeriu, kush është Zoti, e koncepte tjera madhore. Kush janë me lajket? Për i ka kemi mësu se ka me lajke? Njerëz, ku e ka mësu se ka me lajke? Madje dhe këta që u japin gjini, ku e ka mësu se ka me lajke? I kanë pa me lajket? Jo, si kanë pa me lajket. Ku e kanë marë? E kanë marë nga shpallja. Andaj, kemi një rrëmbim perfid të mësimeve të shpalljes, pastaj riciklim të tyre në shërbim të epshit. Dhe kjo është ajo që njerëzit e kanë bërë vazhdimisht. Sa njohuri ka që njëri kur si kish ditë, ku i ka marrë ato, ku i ka mësu ato, ku e dini çka i duhet dikujt deri në fund jetës, ku i din? I kanë marrë nga shpallja. Pastaj i kanë ripërpunuar dhe përshtat në përputhje me epshin e tyre. Dhe kush u dha këtë guxim? Për kur njeriu mori guximin që të ndahet nga mësimet e Allahut, madje ti keq përdor mësimet e Allahut dhe ti keq interpreton mësimet e Allahut xhallahu ala. Allahu përmend se problemi kryesor qëndron në mungesën e besimit në ahiret. Të ndërlozur në periudhën mekase ahireti shumë ka qenë prezent, madje edhe në periudhën medinase. Besimi në ahiret është bashkë, është tim e epicendrës pas besimit në Allah xhallahu ala. Madje edhe besimi në Allah nuk kuptohet, as nuk funksionon si duhet në mungesë të besimit në ahiret. S'ka mundësi, nuk është e mundshme. Dhe kjo për shumë arsye. Një nga ato është se jeta e kësaj bote nuk ofron klimë të përshtatshme që njeriu të beson në Allahun në mënyrë të pastër. Nuk ofron. Pse? Për shembull, njeriu në këtë botë ndërlozur, nëse shkel ndonjë ligj nga ligjet e Allahut kosmologjike të natyrës, a dënohet më njëherë? Po dënohet. Për shembull të ndërlozur, nëse ligj i natyrës që Allah e ka krijuar është që zjarri me djeg. Nëse njëri hyn zjarr, a pretendon më njëherë dhimbjen e gabimit të tij, po më njëherë. Mirë po, nëse njëri për shembull e shkel një urën të Allah xhallahu ala, a djeget më njëherë? Jo, nuk djeget më njëherë. Djegja është më vonë, është në ahiret. Dhe kjo e ka bën njeriu që më menu që me që nuk po djeg më njëherë, si ky zjarr, domon s'ka diçka për isaj atë. Dhe kjo është prova që njëri realisht ka rënë te ato. Për çështjet fetare, për çështjet e besimit, gjykimi është ditën e ahiretit. Ditën e gjykimit në ahiret. Nëse mungon këtë dimenzion jetë njerit, njëri pastaj me qëfar do më thonë presioni, po thëmë kushtimisht, me qëfar motivi i bindet urnëve të Allahut xhallahu ala. Lën diçka që është përputhje me epshin e tij. Ai nëse e mat me dënim, ja që s'ka dënim. Se nëse vendosi dorën mbi zjarr, djegna. Nëse vendosi dorën mbi haram, nuk djegna. Domthon, pas ka dallim. Vonesa e dënimit e ka mashtruar njeriu në atë. Dhe çështja e dytë, domethënë, njeriu në mungesë të ahiretit, çfarë ka ndodhur? Çfarë i ka ndodhur njeriu në mungesë të ahiretit? I ka ndodhur që të mjaftohet me kënaqësitë e kësaj bote, duke menduar se këto kënaqësi janë fundi, s'ka kënaqësi më të mëdha atë. Prandaj me që këto janë kënaqësitë dhe këto janë fundi i kënaqësive, njeriu pastaj nuk ka hezituar që të shkel edhe kufit. Me një kur inkuadrohet ahireti, atëherë dënimi bëhet diçka reale, por edhe kënaqësitë e kësaj dhunja e pastaj me njëre ju bie vlera. Ju bie vlera dhe njeriu në krahasim mes kënaqësive të kësaj bote dhe botës tjetër, me njëre din çka duhet me përzgjedh. E përzgjedh botën tjetër, nga se veç është elementi kohor që e ndan nga shijimi real i negative. Do më thonë, dallimi është mes tjetuarit në realitet dhe tjetuarit në mjegulla,
tjetuarit në imagjinata dhe iluzione. E ka arë shpalla që një me nëzirë nga iluzionet, nga mashtrimet, nga imagjinatat në realitetin e dur, e të vërtet, që kjo është realiteti. Mirë po kër njëri nuk është të mëhon vetë në realitet, kur vetë është i deformuar, e normal që pastaj gjithë shka që ka i bjen përdojt deforman, ma dje edhe me lajket që s'kanë fare gjini, nuk shumon ju e gjini. Nga se realisht ai funksionan mbi bazën e iluzioneve, imagjinatave, deformimit. Dhe ky funksionim pastaj te kalon edhe vetë në ti. E deformon jetën e kësaj bote, e deformon konceptin për Zotin, e deformon konceptin për me lajket, e kështu më radhë. Ndaj ahireti është shumë rëndësi. Kuptimi i drejt i ahiretit botës e tërët, dhe tjetuarit me këtë realitet, si diçka që do mosdëshmërisht, si diçka që duhet me organizu jetën tonë, si diçka që duhet këtë pjesëmarrje të vazhdueshme jetën tonë, është çështje parimore. Sa më tepër zbehet ndikimi i ahiretit, largohet nga vëmendja jonë dhe nuk është prezant në jetën tonë, ne shkojmë ka deformimi, ne shkojmë ka mjegulla, ne shkojmë ka iluzioni. E vetmja forcë që në mban në realitet, i largën gjitha rrate mjegullave, imagjinatave, iluzioneve, ëndrave, që në këtë realitet, forca real është besimin në Allahun dhe besimin në ahiret. A shka Allah që ka tha, i quajnë femra, pastaj kemi të sekta, kemi në kaluar, ju me lajkit po i lavdrani, dhe po i bënin të mesues dhe Allahu te barekuhu teala. E pse nuk e dha gjininë mashkullore, nga se gjinia te ju është gjinia preferuar, gjinia mashkullore. E pse u dha gjininë femërore që te ju kjo gjinia është e nënçmuar dhe është vlerësuar. Ma e shikoni çfarë kundërthënie është bi njerëzit kur dalin nga shpallja. Këtë e thonë kështu, pastaj e kundërshtojnë pas pak çasteve. E thonë për një kohë kët, pas disa vjeteve e kundërshtojnë. Diçka që ka qenë para do kohë e lavduar, e vërtet absolute, pa kontestuar, sot është diçka tërësi e vlerësuar, e refuzuar, e papranuar. Kush garanton që ajo sot që besojnë njerëzit të është e vërteta, që ky është sistemi i dur, mas 50 për shembull nuk shpallet diçka që nuk ka qenë rregull, ka qenë deformim, sigur se e ka mësuar edhe ato në të kaluarën. Prandaj shpallja e mban njeriu në qartësi, në realitet, dhe e mban stabil në parimet dhe konceptet dhe kuptimet e tij. Dhe tash Allahu po na thot se ju e keni mësu se ka me lajke, keni mësu për rolin me lajkeve ku? Në shpallje. Allahu xhallahu ala ka shpall udhëzime, lajme, informata, dituri, njerëzve të përzgjedhur që e kanë emrin të dërguarit të Allahut. Të dërguarit të Allahut e kanë përcjell me besnikëri, saktësi, vërtetësi atë që është shpall tek popujt. Kjo procesi të vërtetës, kjo është burimi informatave për neve si musliman. Mirë, ata tjere që nuk e kanë këtë burim të informatës, e refuzojnë dhe tentojnë që përmes burimeve alternative të njohin atë që nuk mund njihet pas me shpallje, ata mbi çka ndërtojnë? Allahu thot: "Wa ma lahum bihi min ilm." Fillimisht ai që din gjithçka, ai që i gjithdijshmi, gjykon se këta nuk din. Këta nuk din, nuk kanë dije. Në mas pari i zhvesh nga çdo pretendim se kanë dije. S'kan dije, nuk din. Po mirë, e nëse nuk din, ku e kanë gjetë pra ata se me lajket jenë femra, ku e kanë gjetë ata për shkakun se s'ka ahiret, ku e kanë ato që i kanë mëu ata, ku i kanë gjetë? In yattabi'una, Allahu xhallahu thot, wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Allahu thot, ata në realitet pasojnë vetëm hamendësit, iluzionet. Në s'kan dije, burimin e informatave nuk e kanë të duhurin, atëre shkojnë në, dhe me thonë, hamendësi. Dhe me thonë, qysh hamendësi të vëllezër? Nuk ka bashkë letë edhe hamendësia unë pranu. Dhe gjënë e mirë këtë.
nga se dunjaja realisht është sprovuar me këtë qasje dhe ka me përfundu dunjaja me këtë qasje, si sprovë për njerëzit. Cila është ajo qasje? Momentin kur njeri nuk e ka të vërtetën, por don që hamendësit e ti, iluzet i bëjë si të vërteta, atëre i duhet një forcë me shty përpara. Nëse nuk ekziston, më në men mirë këtë, kjo rregull shekullore, çështu Kurejsh kanë punu, që Allah flet për ta, çështu ka me punu Dejjalli, kur vjen në fund. Në momentin kur ti nuk i argument, domthon argumenti yt nuk ka forcë në vetvete me u shpërnda, atëherë duhet këti argumenti me ia gjet një forcë anësore për me shpërnda. A është e qartë? Në çdo argument, për shembull të vëzër, për shembull. Tash është natë, apo argument që është natë, ka përndu dilli, ora po kallëzon, teri po kallëzon, apo. Ç'ky argument? A ka forcë të mjaftueshme për me bindi kënë së është natë, apo i duhen forca alternative? A i duhet forcë, për shembull, s'është me autori qytet, bëri një argument tjetër se është natë. S'ka nevojë Allah, se vetë ti ka forcë në vetë argumenti. Andaj, çështo është shpallja. Shpallja është e vërtet në vetvete, nuk ka nevojë për suport. Fjala Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për ndihmë, nuk ka nevojë për përkrahje. S'ka nevojë. Ka nevojë për kuptim dhe zbatim. Për çdo ka nevojë. S'ka nevojë. Ai duhet Allahu ta xhallahu me ndihmu për me majtë të vërtet, s'ka nevojë. Mirë, e një e vërtet, apo pseudo e vërtet, një argument që nuk është argument, por iluzion, në vetvetiu se ka forcën e goditjes, se ka forcën e bindjes, e cila është forca tjetër alternative? Dy forca janë që Allah për ta. Forca e pasurisë dhe e pushtetit. Që dyja? Që dyja? Prandaj të vëllezër, kur mungon forca e argumentit në vetën e argumentit, atëre shtyhet ky argument dhunshëm me forcën e pasurisë ose forcën e pushtetit apo. Për këtë arsye, domthon nuk ka nevojë absolutisht feja Allahu xhallahu ala për pushtet e me ndiku. S'ka nevojë. Nga se në vetveti e ka forcën e pushtetit që rrëben zemrat e njerëzve. Kur i kanë ofruar pejgamberit alayhis salatu wassalam pasuri dhe pushtet, a e ka pranuar? Jo, se ka pranu, pse? Nuk i duhet aja për argumentin. Argumenti vetvetiu e mbron vetën e ti. Dhe vetvetiu është pasuri dhe vetvetiu është pushtet. A dhe Allah tha, ijet të biu në i ledhan, këta që ndjekin janë hamendësi. Po thushe, qysho Allah hamendësi, iluzione, e tonë këta njerëz i besojnë. Për që ta, për shkak se argumenti që dojnë me plasu të njerëzit, shtyhet me forca që zakonisht njerëzit dorëzohen para këtyre forcave. Njerëzit dorëzohen para forcës së pasurisë edhe para forcës së pushtetit, dorëzohen. Nuk kanë mundësi me refuzu për aq kush ka besuar në Allahun te bartana dhe e ka ahiretin në zemrën e vet. Çaj dorëzon, ti kush ka mundësi, nuk ka mundësi. Mirë, kjo përpjekje, a ka mundësi në rregull? Argumenti që këta që po i qujnë me lajket, çto të po i qujnë Zoti, kështu e këtë që ka i përmena. Në veti, argumenti nuk ka forcë bindse. Duhet me jallon do suport nga forca tjera, po. Në rregull, po ndodh kjo punë. A mundet tash përmes këtyre forcave, ky pretendim ndonjëherë me u shëndru në argument, edhe në bindje, edhe me e zavendësu të vërtetën, Allahu thot në Kur'an, wa in dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Bëni të bindën, robët e mi, se hamendësia asnjëherë nuk ka mundësi me zonë vendet vërtetës. Nëse e përkthejmë në përpjekjet bashkohore të ndrozë, ka përpjekje që përmes do me thonë shkencës
me dhonë përgjigje për atë që jep feja. Qoftë edhe me hamendësi, qoftë edhe duke u shmangur nga metodat shkencore për të vërtetuar një të vërtetë. Nëse shkenca është dije, shkenca është ligj i Allahut, shkenca është në përputhje me referencën që ka ardhur, nëse një burim e kanë. Mirë po, përpjekja për me shëndru shkencën në ideologji, jo me met në kufit e eksperimentit, por me te kalu kufin e eksperimentit, me u shëndru në fe, apo në përpjekje që e zavendëson fen, Allahu thot, kjo kur s'ka me ndodhë, s'ka mundësi me ndodhë, nuk ka kapacitet, nuk ka njohuri, nuk ka aftësi, dhe gjithë më një ka me met izbrazd, o dëmbushet me shpallje të Zotit, e përmbush vetë vetën, dhe i përdor të mira shkencore për t'ja lecu jetën vetës, veç që kjo kombinim është funksional, o do të mbetet gjithmonë izbrazdet, dhe sare tenton me mbush pjesën e fesë, me atë shkencës, ka me dështu. Pa mundë shmështë, nuk ka mundësi. Njëri kur dëmë përshamë me mush vetën me pasuri, s'munësh, pasuria mush një aspekt, se mush krejt njëre, se përmbush krejt. Përshamë të në rrethan normale, a ka mundësi njëriut pasuria me ja zavensu edhe grun, edhe thmin, edhe babën, edhe nonën. Në sa ma shumë pëmpare, shkon duku pavarësu nga këta. A ka mundësi një normal me u përmbush me pasuri dhe përmbushja me ja bët mjaftush me pasurin dhe nuk i duhet kur kush për njerëzve. A ka mundësi kja? S'ka mundësi, vëzni, nuk është e mundëshme. Veç atë kur individualizmi i njeriut adhurohet. Kjo përlem kjo smundje. E nëse pasuria, e shkenca, dunja, nuk ka mundësi mja zëvensu dashnin e nonës, dashnin e babës, s'ka mundësi jepën. A ka mundësi mja zëvensu dashnin e Allah të zgjela? S'ka mundësi mja zëvensu Allah të varë tala? E pa mundëshme është. Allah thot, la ju gëni, s'ka mundësi, po së të krymë punë kur hamënësia, asë një herë nuk ka mundësi një qasje e tjilë me të përmbush në vend të vërtetës ato. Pandaj, Allah Gjellewala thot në vazhdim, fa'arid ammen të wallan dhikrina. Na i kemi shpall argumente në qarta, argumente në fuqishme mjaftueshëm. Dhe kërkesa është që njeriu t'i kthehet vetë vetës, t'i kthehet realitetit, mos jeton në humnera, mos jeton në bredhje të vazhdueshme, mos përplaset luginave të ndryshme duke kërkuar një qetësi, nuk ka me e gjetë. Allahu Gjallahu e ka mëshiru njeriun, ja ka dërgu shpallin, ja, ky Kur'an. Mirë po, Allahu thot, fa'arid ammen të wallan dhikrina. Andaj, ai që largohet nga shpallja, largohet i prej tij. Shkrejtë në dhëzë, këtu është një element më rëndësi që duhet me sqarua. Shumë i rëndësishëm. Allahu Gjallë Gjallahu, këtu mësimi i ka dërgu për kë? Për besimtarët dhe jo besimtarët. Ata që kanë pranu shpallë, ata që kanë refuzu shpallën, këto mësimi janë për të gjithë. Ta është në moment për të largohu për tyne. Qëka në kuptan largohu për tyne? A në kuptan mos i këshillano, mos i thirrmo, në kuptan kjo? Jo, nuk në kuptan. Qëka në kuptan kjo? Shkojnë kjo një detalj i im për menaj që shumë i rëndësishëm. Gjdo kush i cili nuk është ndriquar me këto mësime, gjdo kush i cili është privuar nga këto udhëzime, gjdo kush i cili është manipuluar nga hamendësit, gjdo kush i cili nuk e nje këtë realitet, neve në dhimbësit. Dhe ndhëmshëria në bën që me e bo përpjekje maksimale për me aqilë sy dikujt, për me udhëzu diken, me këtyn në realitet, me nxjerr nga iluzionet. Prandaj pejgamberi këtë ka pas shumë aktive, këtë dhëmshërinë, këtë përpjekjen për udhëzim të njerëzve ka pas shumë aktive. Madje është dash me intervenu me shpallje që jo din këtë mas. Jo din këtë mas e ti me e shkatru vetën të nga brendjevët e për galjen dhe brengën që e bërë për ta. Jo. Në Allah Gjellos ja ka më hu dhëmshërinë. Po ja ka më hu, dhe mon, për kushtimin për te
asaj që kërkohet në udhëzimin e tyre. Domthon, kur ka të ndërozë, kur ka për shembull, kur ka situata ku njëri është mashtruar, e ka manipulu, s'ka pas dije, i kanë thonë që thot, kur dikur për shembull si ka e vërteta, na duhet me butësi dhe me urtësi, me dhënë përpjekje që me asqëru. Deri kur Allah më përthot fa'arid ammen tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat al-dunya. E kur ai i refuzon argumentet, refuzon të del në realitet, don me mbet në mashtrim. Ai vet refuzon me kalu në besim, don me mbet mohim, ai vet e bën këtë punë. Tash niveli i dëmshërisë nuk ka sin para. Tash largo. Mos shpremo interesim sikurse përpara për ta. Vazhdo me e thirr. Vazhdo në momente të caktuara me diskutu, me i thonë, por jo me interesimin e periudhës së parë. Pse? Për çfarë arsye? Për shkak se të ndërlozër, Allahu pranon një problem madhor, një pengesë që kur njeriu e vendos, pastaj depërtimi i të vërtetës bëhet i pamundshëm. Përveç kur Allahu don, kjo të shka është, po flas në raport njerëzor. Cila është ai barierë? Kur njeriu nuk e don të vërtetën, por e don epshin, e don dunjon. Po. Prandaj ka njerëz që me bagje të vërtetën e dojnë. Kanë jetu një kohë, për shembull, mashtruar, me pulum, po kur e kupton që s'u dit, ka lexu Kur'anin, u shtudzu, i ka dëgjuar të ligjërata, u shtudzu, se në vetveten e tij natyrshmëria është ende aktive, ndërgjegjja është ende aktive, e kërkon të vërtetën. Mirë, po kur njeriu këto forca të brendshme, natyrshme, për me kërku të vërtetën dhe për të vërtetën, i fik për shkak të një epshi, ai realisht zhvlerëson vetveten e tij. Ai realisht e fut veten në një kështjell që pa dalë ai vetë për saj probleme kena me komunikuar me tëna. Kjo është kështjella e epshit të dunjos. Ai po ka thënë, "O Allah, ai heshtër si po të kallëzon." Po nën kuptohet që e di për që mirë e keni, e di. Po në e di që çështo do të më akon, në e di. Ama nuk më me lon kët, nuk më kët. Atëra problemi është te domon. E vërteta ka arrit. Brenga jonë është që e vërtet përhapet, që të kjo me kom brenga jonë. A e kanë kuptu njerës që shduhet mesazhin e Allahut, a e kanë kuptu njëjtë. A e largu para gjykimet e njerëzve, a e largu dilemat, dyshimet. E këtu ka shumë që të punohet të nëzër. Në vazhdimsi, në përditshmëri, prodhohen, domthon numër i madh dilemash që realisht e bën të hamencohet në vendimin e tij për mi u kthye Allahu te bartëra. Na duhet me punu që këtë frikë më u hjek. S'ka frikë nga Islami. S'ki pse më utut nëse falësh, s'ki pse me pas frikë nëse mbulosh. S'ka, kjo këtë është frikë imagjinare, iluzionare, që e ushqen shejtani mallkuar, nuk është reale. Realiteti është që ky. E jonë është me punu për këndellje, për kthim në realitet. E pas kësaj kur dikush e sheh realitetin, e ka mundësinë e këndelljes, por se ka mundësinë e dalës nga epshi, mbetet në betejat me vetveten e tij derisa del prej saj nga se vërteta është sqaruar. Na desh të kena punën. Desh të është puna jonë. Prandaj ka njerëz kanë probleme të caktuara dhe mendon se hoxha ju që duhet më ia kallëzu përgjigjen. Por hoxha duhet me i kry betejat që ai duhet më bë në vend tina. Jo valla, betejat për jetën i bën ti për veti, unë për veti. Gjithkush kena betejat tona. Na e kena për obligim jam mësu njerit, kënë e ka armik. Strategjin që luftohet, me edhe në armën, edhe del burë lufta. Ama na tash me i thonë që edhe këtë e bujmë na, gjujmë vend teja, ja s'monëm. S'mujmë më bavashojnë me gjunat e të ua. Unë s'mujmë bavashojnë me epshin tanë, ti kim bavashojnë me epshin tanë, unë me temin e me tina. Gjithë kush e ka një problem e psharak. Dikush e ka famën, dikush e ka parën, dikush e ka autoritetin, gjithë kush e ka një problem të caktuar që e dominon. Ti kime luftuar me këtë idhull për me rëdzu që qiltër dhe pasër Allah në gjellore me adhuru. Andaj, diri këto, oj dërgu Allahot, përfundan,
deri këtu përfundan. Kur ti ja mëson kush është armiku, ja mëson betejat, i aftëson për luftë, ja mëson strategjitë, u jep hartën e betejës, tregon çysh me gjuhë, ja jep armën, kaq. Pastaj ai vazhdon tutje. Kaq të vëzër, s'mund luftu ti për dikën. Ta jetën me majt të llastuar, të përgrelur, apo ja s'mundesh. Jeta është betejë, është luftë, gjithkush në luftë. Ne Allah tha, ata që as kur vjen koha veç mi shkrep nuk dojnë. Fari dam, të largo për tyne, që bëdo mo? Ku pëtë me shkume me ta? Nga se këta e kanë konfirmu, e kena kuptu, po e kena kuptu, taman, e di, ama interesin së në lopëm. Kjo ta vërtetu, kjo problemi jote është. Ja me është ti me kuptu është e vërteta. Nga se kimi u gjyku të Allahu Gjallewale në bazë të qëti stacioni. A e ardhë dhe në stacion me kuptu se cilë është e vërteta. Po, tu ti ka ke shku ti për ti këtë zoni. Ja, plogaritë e ka lojë më nërë, së është punë e jemi mu kjo. Rej, që ka së burë, fe arid, Allah o thot, amën të vole andikina. Ti, largohë për ati që ja këthen shpinën, ja këthen kurizin, ja këthen kokën, në anën tjetër nga shpalli Allah të azogjen. Nga se ky, Allah o thot, u alem jurid, që ka formulimi i kësaj, ka shumë i fuqeshëm, për të reguar se a i veç një qëllime ka, u alem jurid. Allah o thot, a i nuk ka asë një qëllim tjetër, asë një synim tjetër, përveç se jetë në kësaj botë. Problemitina është pasë. Kjo mund të manifestohet në fushat nivellit ndryshme, din në muhim, po dhe mes vete, bëhet e qarë se që kjo është të vërteta, bëhet e qarë se që kjo është argumenti, nuk dan, i mbyllë sytë ka shi argumenti për shkak se pranimi i argumentit, ja provokon inatin, për inatin nuk dan, inatin së të hekom. Unë muna me të kalzu që është të vërteta, mas e mërë vetë në qafë për inati, po du për inati, vazhdo, inatin në sërimet të nëzirë. E kuptu? Lakmin për dunja së në të nëzirë. Unë e muna me të përë denive me të kalzu që a përshet që veç lakmi e ki, së është argument, dhe që tonë e të bi. Për të kësaj, ti vazhdojnë beten me lakmin tonë. Nga se Allah tha, nuk ka qëllim pas dunjas. Edhin se nëse e përënd vërtetën, i kushton me pozit, me autoritet, së është në gjendje. Andaj vazhdojnë me këmgull në inatën e vetë, në interesën e vetë, për interesën e vetë. Që së është më punë argumenti, që s'ka më debat, s'ka më debat, që s'ka debat. Që më nuk unë i këshil, ma mërë se për me vetë në qafë, ma mësë nuk duhet, këshil që s'but zemrën, ndështë e jepë forës brendë shme qaj me vazhdu luftën. Mirë po, argumentet s'ka mo, argumentet përfundun, u qartësua e vërteta dhe u kuptu realiteti. Pasi Allah Gjelloha thotë, se momentin kër ata nuk dojnë me vazhdu tutje, më për te asaj që e shojnë, që e shijojnë, ata kufizohen dhe burgosen brenda një konceptit saktuar. Dhe këtu është një argument gjithashtu se Islami ka me e liru njerin. Kërë për shemë dhe që të njerës të nërëzër kanë dilema në raport me besimin. Nga dilema që i kanë në raport me besimin, pse s'besojnë në Zot? Pse unë s'du me ku musliman? Nga dilema të ja ungan për hajt për shemë, ka të Zot dilema në ku e ki? Thot nga se feja të kufizan, nuk len me menu feja. A është kjo e vërtet? Ja, së është e vërtet. Nuk është e vërtet. Mirë, ti po dënë me u liru nga feja. Nga cila feja? Nga shpallja Allahu Gjelle Gjelalu i cili ka me këto uzime. Se ti menën, po, se nëse Allahu të ndërën alkoholin ty, haram të banë, zbanë me pi, të ka kufizu. Mirë, kur ti ja lënë vetës alkoholin, me cilën fort brendshme e ke leju, racionale apo e psharake, me cilën? Po të vesëni. Racionale? Jas, ma të lutëna. S'punëshëm. A dhe më thonë e psharake. A, dhe më thonë, Islami në ka me kufizu mendjen, ka me kufizu epshin. E ti e ki përrem epshin, po epshit i ka thonë ti mena pëtën.
Pse ku problemet Allah? Pse do hin pak më mrena, bënë më i sinqert, edhe kallëzo ku po të dëm. Ama për që Islami ka kufizu mendjen, kjo shpifje, nga se mëno sa të mujsh në krim të një Allah Gjellore, mëno që ka kriju Allah këtë zbule, kusë nalë të apëtën. Mirë po, mos e përzin mendjen me epsh, e mi thonë kjo menë apëtën. Sa është menë kjo? Nuk është menë kjo. Kjo është epsh, kërkojt. Bo, qëka qëmë? Andë Allah qëka thot? Dhalike me bleguhu min e lejlë. Allah akbar. Kaq kanë dhije, s'ka ma shumë. Që kaq, që to përfundon e tëra. Ku përfundon e tëra? Ku ke funi? Ku ke funi? Manal të tha Allah Gjellera. Walim jut illa l'hajat e dunja. Krejt që ka din, krejt që ka kuptan, krejt është e ndëridh me këtë botë. Po ka diqka për të kësaj botë, mërë Allah? Ka halo ma shumë, ja, që ka që dhe? Mirë Allah tërë. Nëse Allahu te barek u taala njeriut i thot për te dunjas ka heret, ka xhenet, ka gjerësi, ka kështu. Ti thoshe e lem që tu në mahall tem aftë. Kush këne ka kufizuar vëllai? Ai po të më çliru, ti po të më burgos. Edhe në burgun e epshit, po të më burgos, e kthi burgimi po i thosh liri, e asaj liri Izraele po ish burgim. Që des, a në të pak ma herët në, apo? Që des, a një të pak ma herët? Së në është derë që që një të më? Emërtimet, apo? Në qëfar bazë ti ka dhënë qësaj liri? Në qëfar bazë? Për shamu të ndëllëzë. Nëse themi se Zoti Gjelle Gjelaluhu është i pat meta dhe nuk bën me folë keq për Zotin, të të që përna kufizoni me e kritiku Zotin. Po të kufizoni me e kritiku Zotin? Po mirë Allah, dëshmëje kapacitetin të për me kritiku, ta një flasin për mërit në kritikimit. A kupta? Se njeri nga burgu i ti ngusht, që aty edhe ngusht e koncepton Zotin, se këtë jetë e ka të ngusht, që të Allah ka thonë, me ishit të ndënka, ja po mjetë ngusht, jo ngusht veç një dhomë e ka të jobe ngusht, sështë e ka komësi ka 15 dhome i ka e pëtën. Po menë e ka të ngusht, jetën e ka të ngusht. A e koncepton Zotin, për shambull, pak ma i meqëm se unë apëtën. A i din, po edhe unë i di, apo, e tani nga qëke perspektiv, pse së më lënë ti me kritiku Zotin. Në alë Zotin veç pak për ka dalë veç pak apëtën. Ti përcin Zot për fletë, për latë në uzana, po ata po që shtojnë ata. Më da përnë për tjetër. Hade po ka dhëmë kush është Allahu te bare këtala. Kush është Zoti Gjelle Gjelaluhu. E mas që saj, nëse e prënën që të zëtë, që shune e prënëj, ta një flasëm, a do me tash me kritikua, a do me kritikua. Allahu din gjithë shka. Qështu në kene besu në Allahu Gjellewala. Allahu Gjellewala ka dëshmu në vazhdimësi sa i din gjithë shka. Din ma mirë së na. Mirë, unë kur du me kritiku dikën. Kritika të nërëz mund të ketë dy qasje. Kritik e arsyshme dhe kritik e pa arsyshme. Për shambull, tja u një shambull ka. Një akademik i shkencave, akademik më nëj i arritur, e ka bo një liber që me te konkuran çmimin Nobel. Për kimi, fizik, biologi, së më rëndësi, a kuptut? Dhe aje ka bo promovimin e librit në fillon hotelet. Tash njerëz kanë shku me pa këtë promovim, disa nga ata akademik, do tjerë, hajtë him qymë që përbohë që shtopë, përzim. Tash ata që lidhje s'kan me Londën, idenë se kanë, nuk din mja shqiptua s'tip në shkencës, apo kuptan, por rinë tash po këqyri ata. Qka pa bëvakia në këtë salë? Qohet një akademik ati i pari, thot, punimi shumë i mirë po, përdorimi referencave nuk ka qenë shumë, andaj e bëm pak jo të qëndrushmë studimin, një atje një akademik, këta për mas thujnë, po gërë, po të ka tonë më që me volë. Apo, e kuptut? Po ka tonë më që me folë, se ta tuk po flasat për para, në ata shtut, apo, në falë, a banë në një fjallë.
A i din zëtin që ka këbohet, a s'din kusha që ka këbohet. Thot, ketë mirë, ama pse libra jetën që papëtore nuk shitit, për shumë, që të njështë ka ma shumë. Qëka i thonë të një vëndë të mërë? Qëka i thonë shumë? A i thonë tash, kur të bëhet analiza e kritikave shkencë në libet, a shënohet e kritika e ti, një nga qaset kritike të libet ka qenë edhe filoni fisnik, me kjo është marrë, kjo është shruhet Allah. E tash këmë thonë, e pse po ma kufizoni të drejtën e kritikës? Jo, dhe s'po ta kufizojmë të drejtën e kritikës në atë jo, përmërsh. Jo, po na më spari, dhe më thonë, dhe me ta qërsu pozitin e kujkiti në raport me landën, që ti edhe kritikë e një shumë largë. Kjo me njerin që shtë ndohë të nëzër, ndohë me njerën. E parëmëna përshamu dikush, e ngon fjallën Allahut Azogjel, nuk din që kam i thonë, ama duhet me kritiku, për me ka du që unë e më nej lirë shumë apëtë. Që këmë mendimi ti lirë për kritikë, apo, që është komplet i parë sy shumë. A është kër i thush, zban me folë qëse, se ki mirë o burë? A është kufizim i lirisë të ti, apo është kufizim i mendjeletësisë të ti, apëtën? Qëka po kufizojmë na? Na s'pe kufizojmë mendjen, na pe ka zënë kufit e mendjeletësisë, dhe më honë, ti e mendjelet këtë pikë, edhe kur po deli ashtë kufi, po po zararë o burë. Andaj du të me të bojnë me në kufive që mësë me po damë. Andaj Allah tha, dhalike me blegu milen. Ka që din ata? Ka që din? Për shamë të ndërëzër, ka njërë këtë dunjo që krejt që ka kanë kuptu nga dunjoj është me fitu shumë pare. Edhe me shku më knashë. Dikush krejt që ka kuptu për dunjos, për shamë e ka që menzim me prit me orë vera edhe mi hik do tesha se tepër i ka pas, apo? Krejt që ka qa që ka, krejt që ka fatë keqësisht, krejt që ka kanë dunjohë, kanë një ekspozim, një dalje, apo? Një defilim caktuar që të marim për shtypjet e caktuara dhe të rëmbejnë vëmendjet e caktuara, dhe ta komentojnë pastaj këtë vëmendjet e rëmbyër dhe këtë defilim caktuar, sa përshet që shkëshërshën, apo? E mirë, një tunë dhe që ka manasë që ka që ka në i tim, jo s'ka vëllë, që ka që, nuk ke që ke marrë është që ka që. A që kjo kufizit, a që kjo degradim një, krejt që ka ke marrë vështë një tonë, krejt që ka ke marrë një tonë është, me shku më një venë dhe me lujtë bijgjaz. Ondër e kom me shku në San Francisco, atje se atje. Ondër? Që ke ondër atje? Ondër e kom mund gjitë farmaja, mund gjitë. Ondër e kom. Dhe krejt që ka njët ka zënë që ka bodhët, veç unë e mësarani, e kom pi verën 300 vjeqara, jo kësi tjuhet ka 2 ditë prodhuma, që ka që, dhalike me blegu hum mineleni, që ka që dinaj, që ka që ka paj, edhe këj duke që, ju s'keni pa kështë, pra ndaj këj në gjona sa që i kam përmen detarë shambull, që i kemi cikë në rrasë të ndryshme, apo, njëri mund të jetë njëri të ndruzër, për shembull, i verbër gjatë të njëtës ti, dhe kjo s'është mangësi. S'është mangësi. Sprovë Allah e ka sprovë, mund të jetë maj mirë se shumë të që shohin apëtër. Mi po si shembull për diçka tjetër. I verbër. Njët vetë kur s'ka po. Pej që ka lindë është i verbër. Po? Moment caktum, si pasojë ndonjë kujt di çfarë intervenimi caktuar, i është ky pamja. Dhe, për shembull, e ka pa, kur e hyj pamja, e ka pa një lopë në bërë, ose ka pa një gjell në bërë. Qëta e ka pa krejt. Po pastaj, prap i është kthy në vërdhnia nga se realisht nuk ka qenë ilaçe efikas për me majtë të vazhdueshëm shikimin e pa. Tash, ky krejt që ka pa, të në lëzë, një dvet, kjo që ka pa është një gjell në bërë. Sari flasëm na për që ka i thëtë, asi gjeli që ashtu ta pak ma katurë, këtë i matë me gjellë të një. Se qa që ka paj, ose i matë me lupë. I thu që, s'ka besht, s'ka besht, e mirë, e kryt, e ka që shtu të, për mja spjegu një sen, duhet mja marrë shrambull lupën. Nëse i smerë është ma shumë. Përndaj Allah gjellë lëhët, që ka që dinë ata,
kanë po do knetësi, e kanë shu një farle autoriteti, jo ka pallon një farle pushtetit vogël, kujtojmë që tashna, qka ki ndorë ti mëllë, po ti kur gjëski që ako tek Allahu xhalla xhelaluhu, po ti kur gjëski që ka ka realisht, apo, kur gjë, ma dje kur një tone, se kështë bo pa ta donë Zoti, po ma dje kur një tone ti, nuk i mund si me bo, qka Allah po t'jep, e pa ta frën nga shpëllimi. Pse po kufizosh? Dhalike me bleguh milim. Qikaq din? Qikaq? A qikaq ke marrë vesh të ja? Andaj Allah thot, inna rabbeke hua a'lamu, bimen dhalla an sabilihi, wa hua a'lamu bimen ihtada. Allahu gjallore din mës mire, kush ka devjua nga rruga ti dhe kush është i udhëzuar. Qka nuk më të këtë në lëzër? Këtë dhe më në thonë, se Allahu Gjellewala e din saktësisht kur veprën bazë të udhëzimit dhe kur i shmon nga udhëzimit. Kjo është një vrejtje vëdisuse për gjithë neve që kena besu në saktësin e shpallës, kena besu në realitet, e Allahu Gjellewala e din sa herë i përgjigjesh e realitetit, e sa herë po i përgjigjesh iluzioneve psharake. Andaj ki kujdes. Kjo është e para dhe e dyta, ta shti thush, ti di që është këtu kallëzu, do njerës që kanë poveq një lope, do një knus, e do refuzojnë, e do mirë, e pse këta sënë si këta? Allahu e din pse këta i ka udhëzu, e pse këta nuk e në udhëzu, e din Allahu mas mire. Nuk është kjo realisht dosje që ti dush me pas qasjen ta, kaq. E kuptove? Janë do dosje që si qasjen të optë. Për shembull të ndërlozër, a ki mundësi të mi kërku do dosje në shtetë që po vinë për filonin që keni zbuluja? Pse mos me ditën, a mush me lip? Ti mush me lip, po pastaj, kjo mush unë në akuzë, në dyshim, pse po lip ti me të kushtu shtrajt, pse po lip ti me di për filonin, apo? Pse kush jeti? Që ka në dunjo, ka dosja që kur një tonë s'kimi marrë vesh, as s'kimi dit, ajo në gjare që ka ndodhë në kohën tonë, sa ti ke qenë gjallë. Mirë, dosën e udhëzimit, dosja më e ndishme, më e rëndësishme, pse ata Allah si ka udhëzu? Revlo këshirë udhëzimin të në ti këshirë te aje udhëzu, ti sa ke man nga udhëzimi, ti sa e ndryshu, këshirë ti punë të tua, në më ishtë dikën me udhëzu, në kuptim të orientimit, mësimit që të bëne. A realisht, pse është udhëzu filoni, pse filoni jo, Allahu edhin mas mirë jepta. E pasi Allahu thot, walillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh. Liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Allahu thotë në vëzër, Allahu i takon, e ti është keq që ka në qiell e në tokë. Që Allahu xhallahu ala, që Allahu ti jep gjykimin e merituar ata që kanë bë keq, atyre që kanë bë keq, dhe ti shpërblen me të mirë ata që kanë bë mirë. Mirë. Qysh me lidh rrjedh në jetëve tash me këtë ajet? Allahu po flet kaq din këta, refuzojnë argumentet, apo çështu matin, këtu e njësit matëset e tyre, çështu Zoti xhallahu ala thot, apo. Pastaj Allahu po thot, a e din mas miri kush është i udhëzuar e kush devijuar. Në rrjedhën e kësaj teme po ndërhyn një informatë që e dim na si besimtar. Pse e ka futur Allahu xhallahu ala këtë informatë? E Allahu të është keq që ka në qiellin tokë. Dhe Allahu është ai që ka me i denu ata që kanë bërë keq dhe ka me i shpërly me të mira ata që kanë bërë mirë. Tu ka disa dobi që do t'i përmbledhim inshallah. E para të ndërmëzër, më spari, Allahu xhallahu ala po flet apo për një burim të rëndësishëm të njohurive, që është shpallja. Po fletë Allahu xhalla xhalaluhu për disa dimensione të caktuara të dijes që duhet me të kalu dimensionin e kësaj bote të ngushtë. Po thret Allahu xhallahu ala që të dalësh nga ngushtica e epshit, e dunjas, e materializmit, e egoizmit, të dalësh në gjersinë e shpërblimit, e të besimit, e tahiretit, e xhenetit, dina gjersi. Dikush ka mundësi me thonë që shtojnë.
që shka thonë të editoria atje, e kufizuar, e po mësot kufizuar janë, e po, e kush kanë e ka kufizu, edhe këtu ka mësë me thonë dikush, po mirë Allah, që s'po du, mirë dhe që kjo që bëhet e vërtet, po s'po du, po qëka ta shë? A është çështje, po du e s'po du, a qëka është çështje? Jo, Allahu Gjelle Wala po e tërë është e ti, e tërë është e ti, edhe ti e i ti, s'ke qenë të ka kriju, apo? Prandaj, nuk është çështja për zgjedhje personale, fontan dëshirash, zgjidh çka dush ti në këtë dunjë. Nuk mundesh, nuk jenë tokë tona, si në pushtet tonin, si në mall tonin, krejt është Allahu Azza wa Jall. E nuk mundesh me e shfrytzu jetën që ta ka dhënë Zoti, me gëzu ekzistimin që ta ka mundësu Zoti, me konsumu begatit që ti ka dhënë Zoti, a i ka kriju kejtën tina, në fund kër vjen koha, me bo një lloj falëndrimi, thush, pse me dhënë falëndrim? Po që pse Allah, po, ti qëta është kujtë kënë qëto? Prandaj, këtu ndonë rrugët të ndëllëzët, mes atyre që besojnë Allahun, edhe atyre që nuk besojnë Allahun. Besimtarët e kuptojnë se nuk posedojnë asgjë, madje as vetveten. Ne jemi të Allahut, dhe të Allahu ka na u kthy. Pra me që jemi të Allahut, Allahu e din më së miri çka na përshtatet. Ai e din më së miri çka na duhet. Dhe ai ka drejt na merr në gjykim për atë që kemi bërë, nga se ai është Zoti i gjithësisë. Edhe këtu të ndonjë për shembull me kthy në nivel pak më të dunjos. Edhe Allah e ka mësuar me pas një posedimi, një lloj posedimi, domethënë relativ, të kufizuar, caktuar. Po. Tash ti për shembull me kerr. Edhe nuk ki ku me parku kerrën. Si ku marrë? Ku që te komuna e lirë. Te komuna ai parkingu i komunës edhe i kryetarit të komunës. Apo. Ti do me parku kerrën që të e parkon të kjerën që të. Vjen policia edhe ta shënon një gjop për kundërvajtja. Ti thush, qa kja? Jo me qa pse? Pse me më dënu? Unë ku du parkona. Apo? Kontestimi i kundërvajtjes, bi bazën e lirisë së parkimit, duke shkel një pronë në huj, a është qëllë e legjikshme apo legjikshme? Ha? Krejt njëse kuptojnë, që e parku të vend, që është djetë, e kandate, është parku të, shiko që farë qase. Për një parking të vogël, njerës të në tja jenë menë, për një parking, mirë, të në këtë dynjan ka të ku parku është, e kujtë është jetë. Han, pen, lëviz, fry merë, kush për të japë, ku e ke gjeti? E jam jashtë, qka është be jotja? Qka është e jotja? Ani që shishe uj, e jam ja kumbleone, po. Ani e jotja, në regull. Goja që me tepin e kujtë është? Goja, kujnë është? Qështë e kujnë është? E jam jashtë. Po mirë Allah, që kjo koncepti i pronsis, du të me pas në definim. Qysh e definën të një sen që prona jote, për shambull. Nëse thot një njerë, për shambull, të ndërum qytetarë, une e kom zbulu definimin e pronës. Ka problem për vranjës për prona, une e kom zbulu definimin e pronës. Edhe në bazë të këti definimi, une e kam e vepru. Kështu që, kur do që ma konteston këtë definim të pronës, ka problem me mu. Qështu thot dikush. Thot, hajde cërë definim pronës, definimi i pronës për mu është qka të më shesyni është e jamja. Pik. Ata qka thojnë? Qa është të është, apo? Jo, që është të shesyni, kada, se nuk o kështu. Do të me pati definim të pronës. Bas shkafi tjetë definim të pronës që është, që ku e din ti? E ke ble, e ke të rëshëgu, do me diqka egzistojnë faktor të caktuar, të cilët përcaktojnë a je pronar, as je pronar, a je shfrytzues, a je qiragjia, kush je të në pat me pronën. Ka faktor, a ka njësi matëse për këtë. Së mush me marë shpinë me qire, pitikujna, edhe nesër shite shpia. Do t'i kush ka dalë Allah, që shpeshet shpinë. Të me qire e kia, me qire, pa qire, kjo është e jemi, a përndojnë këto. A ta përndojnë dikush e vlo këtë koncept ty.
Ti apran dikut këtë koncept. Qiraxhia është në shtëpi njërit apo. A ke pa diku kështu apo? A dhe smur ti qysh duhet me përcaktuar jamja jote, s'ka kështu. Ekziston një rregull e caktuar që përcaktojnë mbi bazë saj pronësia. Mirë Allah, mirë. Hajtë me çato rregullat e pronësisë. Qysh ti e përcakton atakon parkingu, atakon shtëpia, me çto rregull zbatoje në sy edhe në vesh. Qyra po dela është e jotja, jo s'është e jotja. Vetë zbatoje. Qysh e din, qysh e dëshmon ti një sen se është e jotja, qysh e dëshmon? Kam marrë dokumentin e qore, e kom ble, pa e pas e ble, e kom të zhëgu baba o kone, qysh të tëmë? Mirë, ma nëzine certifikatë o vla, që kalzon që goja është e jotja. Qysh e jemja, po në krytem është. Allah, ke që është, që në krytem është? Jas, do në paska që kjo standardi, me që është në kokën time është e imja. Po Allah edhe pastaj kështu i bjen që edhe shikimi çka është e jamja. Apo se unë me shikim të ose po them sa shati, sa shona. S'po kështu ato. E Allahu tash. Ai të ka kriju dhe tashmë ti për të mirën tonë, për përfundimin e suksesshëm nesër, duhesh Allahun me ngu, se ti Allahut nuk i duhesh kurrë. Sa i ka keq akon qiell në tokë atë. Dhe pastaj Allah në thotë, se udhëzimi, shpallja, begatit, qielli, toka, krejt që ka Allah ka kryu dhe ka zbrit, janë bërë për gjykimin përfundimtarët. Andaj, kur gjë nuk është të ndërlozë pa fatur. Kur është? E kur besimtari e edukon në vetë vetën, mbi bazën e kësaj informatet rëndësishme, bëhet me i përgjithshëm, me i devotshëm dhe me i kujdesshëm. Qysh? Në basë e Allah pat, syni është i jemi, ta ku më dho me shqytzu. Mirë po, që atje ku kime këqyrë ti, ku kime përdur synin tënë, do të përcaktohet nesër llogaridhënia. Apo, që kjo është? E Allahut është ta kapë shfrytëzim. Ky shfrytëzim ka pasoja të gjykimit. E kur besimtari din se për gjithçka ka më dhënë llogari, gjithçka ka më dhënë përgjegjësi, për gjithçka ka më dhënë një përgjigje të caktuar, ruhet në fjalët e tij, në gjykimet e tij, në sjelljet e tij, në veprimet e tij, në raportet e tij, ruhet nga se din se gjithçka ka pasojën e llogaridhënies. Dhe këtu prapë të ndërlozër inkodohet ahireti për ta balancuar rrugtimin e njëjtë në kësaj bote. Apo, çfarë kemi dhënë llogari? Kemi llogari apo? Merr çka dush, bëj çka dush. Allah ta ka të lirë. Po kur del shtëpi dyqanit, është dikush që të vetë që të kje sa bën veç që të kyçha ke marrën. Apo? Jo tek kisha ditë valla që kam i pagu si kisha marr. Për shembull, shvallë ka në jetën tonë do sanë të thjeshta i bëjmë shumë absurde në nivele më serioze si kuptojmë. Për shembull, të nëzë edhe kjo, njëri për shembull tu kalu një sallën të kjerëv, që këtë ka i mira. Hinë sallën, po ta banë, po mëra me pravu edhe, hajë ditën e mirë. Që është në mirë Allah, po më pëlqenë Allah. Po së punë që po të pëlqenë Allah ty, kjo punë ka më të më pagu, po të pëlqenë, po paguje. Për shembull, që dikush me thonë po më pëlqenë dhe i gra, po eci. A është normale këtë azi? Së është normale dhe këmë. Edhe në dunjo, merë haram, merë këtë, po më pëlqenë mu, po më duhet mu. Ani më në mere, po kime pagu në esër fatur për këtë punë, e i gachëm, kime në logari, të kushtën shumë ma shtesë që të knetësia që të ka jep produkti i caktuar që ty të ka dashtë apo të ka pëlqyja për të. Qështu bënja? Nga se kime në logari. Për në gjithë shka është kryu me këtë qëllim, të adhurimit, të besimit, të shfrytëzimit negative, dhe në fund të llogaridhënies që pastaj e ka epilogën se si për veti. Dhe shikoni këtu të ndëllëzër, se si Allahu xhallahu edhe në këtë pjesë që nuk është me nuancat për gdheljes bash, apo nuk ka bash lastuse kjo, është kogja kërcënuese. Me gjithat, edhe këtu Allahu xhallahu nuk del jashtë dy niveleve shumë të rëndësishme që duhet na më kuptu, të drejtësisë dhe bamirësisë. Shikoni çka Allahu thotë. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu. Që Allahu xhallahu ala, dhe më thonë, të ajep gjykimin keqbërzve
për atë që kanë punu, te gjykimi i keqbërësve ka përmen veprën, do me thonë, kime u gjyku veç në bazë të veprës që ke bo. Nuk të shtohet kur gjë, nuk ndryshon kur gjë. Dhe kjo është garancë për gjykim të drejtë që as kujt nuk i cënot haku i tjetër. Ndërsa kur vjen Allahu xhallahu ala tek besimtarët, nuk thot sikur se të parët. Wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Dhe që Allah me shpërbly jo ata që kanë punu mirë. Ahsanu jo kanë punu mirë, është për te kësaj, jënë mundu me bo punën mirë. Kami bo Allah me që kam i gjyku bil husna, me ato që është me e mira, me ato që është me e mira. Përndaj këtu Allah xhallahu e përmen fjallën ihsan, se mas gjithë të trajtimi, mbushjes zemrës bindje për Zotin xhallahu xhelalu. Dhe mas gjithë kësaj që të kthen në realitet, nuk do të mi bo punë shkallë shkallëzim. Nga që ti e kupton për kënë për bënë, tenton me bo punën që shumë mas mirë, shka tonë pejgamber sam, Allahu dënë kur e bënë dikush punën të bënë që jo mas mire. Për në fletë për cilësin, për kvalitetin. Për ndaj besimtari drejt, nuk e ka problem zbatimin, e nështrimin, nga se forse e argumentit, që mbi bazën e këti argumente e ka dhe tu besimin, është mjaftu shumë motiv për të vepru. Andaj besimtar nuk e konteston asnjëherë nështrimin. Betejë ti nuk duhet me konë tek nështrimi. Betejë e besimtar nuk duhet me konë tek zbatimi. Jo këtu me pru betejën. Betejë ti duhet me konë tek perfeksionimi, tek cilësia, që në bo sa ma mirë, që aty duhet me konë. Jo, po kur ti pranon që betejë me konë, a pengoj Zotin, a s'pengoj, a po falna, a s'po falna, atë betejë është shumë mrena shtëpisë tonë, rreziku që komplet më urzu tani jeta jote. Duhet me që betejën më largë. Që e betejën të cilësia, që e betejën të perfeksionimit, të kvaliteti. Mos leja që beteja me shejtanin, me nefs më zhvillu tek sasia, jo atje. Sasia të me kojnë punë e kryme. Po veprojmë të gjithë ditë, e lëvizim ku në bazën e perfeksionimit, cilësis, më të mirë, gjithmonë. Flasëm më mirë, adhurojna më mirë, bëjna më mirë. Ç'kjo është beteja jonë? Mirë, beteja me konë, për shembull për një obligim me kry. Një haram me elon, një mutër muslimane falet që sa kohë, e din që obligim me ka shamin, halon beteja s'po dhja me qitë, ç'ka në të beteja? A ka thonë Zotë xhallahu ala, kryje, e tash beteja është për te zbatimit. Beteja të cilësia, me konë sa ma mirë, sa ma devashëm, sa ma sinqert. Pa në shiko Allah që ka të nëvijem, dhe me këtë ajet e përfundojmë. Allahu tha, me i shpërbli bëmirësit, me ma të mirë se që kanë bo. Kush janë bëmirësit? Qka bojnë këta? Cilë është projekti të të jetë? Me qka këta angazhohen? Alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira wa huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ky ajet në mbetet për javën e ardhshme. Ajet qendër i rëndësishëm. Pse kam thënë që sonte më përfundu mirë, po veç pa e dhu kuptimin e përgjithshëm, ndërsa detajet e tij për javën e ardhshme. Të ndëvëzër, shikoj Allahu që ka thënë, kush janë njerëz të mirë? Gjitha e kanë përmendur sa rreth, ka pasur që ky rregull me Ahmetin kryo. Ç'është është e rregull? Udhëzimet e shpalljes nuk janë deklarata veç, nuk janë veç konfirmime. Jo, ato duhet të kenë edhe forcën e organizimit, ndërtimit mendjes, në bazë të besimit e shpallës ti e ndërton në mënyrë të menduar që ti menon. Shpallët të organizon tash edhe agjendën ditore, shqetësimet e tua, gajlet, problemet, krizat, krejto sqaron në bazë të shpalljes. Jo veç na kena besuar në Kur'an, në rregull, mirë është çashtu do të më apo.
Po hajtë tash funksionet e këtij besimi në jetën tonë ku janë? Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm. Ata në vazhdimsi, nga përpjekja aty që t'jenë më të mirë gjithmonë, është largimi nga punët e mëkat e mëdhaja. Wal fawahish, mëkat e mëdhaja edhe të dyta. Ndarja mëkat, po çdo mëkat i madh është i dytë, jo ka ndarje ka pak. Apo. E mëkat e mëdhaja, kur flasim ne për mëkat e mëdhaja, çka na vjen mend? Domthon, këta qenë kanë ata të cilët nuk pinë alkool, nuk pinë drogë, nuk vrojnë, a në qëta? Po që ata janë sahi. Mirë po, ata e kanë kuptu mëkat të madhe që ka për te i kësaj. Dhe vazhdimisht betejat i kanë në këtë mejdan të largimit të së këqijave dhe të pastrimit të vazhdueshëm të zemrës. Kjo është beteja të e vazhdueshme. Deri ta kim Allahun xhela xhelalu. Yajtanibuna kaba'ir al-ithm. Largon nga mëkat e mëdha. Mëkat e mëdha të zemrës më pari. Mëkat të zemrës që janë zilia, urrëtia, paragjykimet, mendimi i keq për Allahun te barekuhu teala, dyftësia e shumë nga mëkatet e zemrës të brendshme. Pastaj të gjuhës, përgojimi, bartja fjalëve, grindja mes njerëzve, e shumë tjera. Edhe të gjymtyrëve që nuk kuptojnë me marr pasurinë pa hak që nuk e meriton, me e cenu moralin e nderit dikujt, drejt dikujt. Andaj ata në vazhdimsi mënojnë që ishte me konë më të mirë. Illa lemem. Mirë po, me gjithë të përpjekje, jemi njerëz, edhe ata preken nga disa mëkatet vogla. Ju bën vakia, rrshasin. Shiko, këtë trajtim mesatar të Kuranit që e pranon natyrën njerëzore. Normal njëri ka mundësi për shembull dhe bën një mëkat njerëzimi. Mirë po, këto është dallimi dhe me këtë dallim po përfundojmë që të fillojmë javën e ardhshme inshallah. Të ndërozë dallon, sikurse vetë ai e sërën dhe këna me komentu. Dallon përpjekja për me kon më i mirë dhe në vazhdimsi je pjesë e betejës, apo? Dhe në kuadër të përpjekjeve bën gabime, edhe dorëzimi ka shi gjendjes që pastaj sjell gabime. Dallon për shembull të ndëllëzër aja që kemi të sekë të galuar, kur Imam Maliku ka thonë për pyetje që kanë pyet, ka thonë për 16 pyetje ka thonë nuk di. Për 4 ka thonë di. 20 pyetje kanë bërë dietar alamet me përmasa globale të asaj kohe dhe këtë kohrave. Ja kanë bërë 20 pyetje ka thonë për 16 ka thonë nuk di. Edhe unë e ti për të pyetje nuk di. A është nuk di e jam e jote si Imam Malikut? Jo, nuk është vëllazënia, nuk është çfarë. Nuk di e ti ka qenë nga dija, por nuk ka qenë i sigurt mjaftueshëm me don përgjigje. Nëse nuk di unë është nga ignoranca, dallon shumë. Edhe mëkati i besimtarit nga përpjekja me kon më i mirë, dallon nga mëkati atij që e ka normalizuar mëkatimin, e ka arsyetuar rënien dhe bashkëton me gjunohen, dallon këtu me ato. Andaj bamirësit janë të parët, jo dytët. Dhe pastaj vazhdon dallimi edhe matutje, sikurse Allahu xhallahu përmend në vazhdim të ajeteve, Allahu na përmirësoj gjendjen, na ruaj nga mëkatet e mëdha, na ruaj nga mëkatet e vogla e për gabimet dhe dëgjimet eventuale, Allahu na përmirësoj gjendjen edhe na udhëzon në rrugën e drejtë. Kaq person të Allahu shpërbleft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.